Artan Tafani, bashkëpunëtori i drejtësisë, ka dhënë një tjetër dëshmi tronditëse përpara togave të zeza të gjykatës së posaçme, duke zbuluar detaje rreth atentatit ndaj Kujtim Metës. Sipas rrëfimit të Tafanit, babai i Laert Haxhiut kishte patur një konflikt fizik me Metën, e kishte rrahur me grushte baban e Laertit dhe donin ta vrisnin me thik për të mos u zbuluar, tha Tafani, duke treguar se planifikimi kishte nisur me bashkëpunimin e një rrethi të gjerë personash. Ai përmendi Dorian Shurdhin, mik i Laert Haxhiut nga Belgjika, i cili fillimisht e kundërshtoi vrasjen duke thënë Dona Kalb në Burg, por më pas atentati u realizua në një lokal, ku Tafani qelloi 8 herë me një armë të llojit Zastava. Pas atentatit, Tafani tregoi se u largua në këmp, kaloi shinat e trenit dhe u mor me makinë. Rruga e Arratis kaloi përmes Çermës dhe më tej drejt Tiranës. Ata nuk ndaluan kur u sinjalizuan nga një patrull policie, ndërkohë armët u hodhën në një vend ku ishte hedhur edhe arma e përdorur në vrasjen e Albi Bashaliut. Tafani u shpreh se ishte i maskuar me kapuç, një xhup të madh dhe një maskë Covidi gjatë atentatit, duke tentuar të shmangte identifikimin. Dëshmia e tij është pjesë e një sër rrëfimesh që po zbardhin në rrjetin kriminal dhe urdhëruesit e vrasjeve që kanë tronditur opinionin publik. E kishte hapur si muhabet babai i Laertit, edhe tha ta vrisnim. E kishte rrahur me grushte babin e Laertit, thot Artan Tafani. Kërkonte ta vriste me thikse, po të ishte me plumb, do kuptoi që e kishte bërë Laerti. Ishte ardhur Dorian Shurdi, një i njohur i jon, shoku i Laertit nga Belgjika. Doriani ruante makinën dhe komunikonte me Laertin. Laerti e kishte bërë planin, do veja unë ta godisja, do vinte lulëzimi me makinë nga Tirana tek Palmanova, që të bënin punën dhe të niseshim për Tiranë, por nuk e bëm dot. Se bëm se nuk donte Dorian Shurdi. Doriani e dinte që i shkonin direkt tek shtëpia, e shante Laertin Doriani. Thoshte Dona Kalb në Burg, e provuam prap. Kishim armë Zastava që na i kishte dhënë Bledar Berberi për të vrarë Albi Bashaliun. Kujtimi, viktima, ishte ulur në një lokal ngjitur me banakun përballë, qellova me armë drejt tij. Sa po godasun, ky hidhet nga karrigja, pastaj e qellova prap. 8 fishek që kisha i qellova. Ky duke ikur në përçimento, unë e qelloja. Sa më mbaruan fishekët, e gjuajta dhe nga mbrapa. Mbaruan fishekët, ika unë. U mundova ta shenjestroj, me sa dëgjova në lajme e kishte kapur në bark. Ika që aty, kaloi shinat e trenit në këmbë, prapa më priste lulëzimi, ka thënë Tafani. Ishe i maskuar, është pyetja i GKK. Kisha maskë Covidi, kapuç dhe një xhup të madh. Dalim në autostradë kryesore, ndaluam në Çerm, na bëri me shenjë patrull, nuk ndaluam. Gjatë rrugës unë isha mbrapa, lulëzimi në timon. Kalojmë kavajën. Unë po flisja me Laertin, donte të dinte detajet, po e pyesja se ku të hedhim armët. Më tha hidhi rrugës ku të mundeni. Qelloi që i hodha tek i njëjti vend ku kisha hedhur ato të Albi Bashaliut.